Vitet për këtë burr nuk kanë qenë të lehta. Pare Shala u përfshi në rezistencën e armatosur kundër pushtetit serb qysh në fillim të 90-tave e deri në çlirimin e Kosovës. Por jeta në liri për familjen e tij 4 anëtarëshe është përcjell me probleme ekonomike. Pensionin që kem bazë, edhe që ka pak punë private, edhe që du të shpia bëj i kopsh sa për veti, mos me ble gjonat elementare, pa të legjone spece, kastravece, kepe. Si përfituesi i pensionit mujor të veteranit luftëtar prej 204 eurosh, 56 vjeçari nuk ka mundur të punojë me kontratë të rregullt. Kështu, kurdo që ka gjetur, ka punuar me ditë punë që ai thotë se të tjerët nuk i bënin vetë. S'ku mujt me konë me kontratë rregullt, po tash që u bo që këj miratimi pe i gjykatës e shala po bëhet ma mire, me këshu me gjithë dika me kontratë. Po, se me 200 euro qysh me jadallë. Rrëjmë ujë, bërlog, s'ka jetë sanë. A i referohet një vendimit të Gjykatës Supreme të Fond Tetorit, i cili e shfuqizoi një nen që u kërkonve veteranëve dëshmi se ishin të papunësuar për ta marrë pensionin. Pas këtij vendimi, çdo veteran i punësuar në sektorin privat do të mund ta marrë edhe 50% të shumës së pensioneve. Se kur do të fillojë zbatimi i vendimit, ende nuk është e qartë. Ministria e Financave ka thënë se po shqyrton mundësinë e nisjes së zbatimit qysh tash, por se mund të ketë nevojë për ndryshime ligjore shtesë, për të cilat duhet konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë së re. Nga organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë qlirimtare të Kosovës thonë se nga ky vendim do të përfitojnë rreth 80% të veteranëve, pasi shumë pak prej tyre janë të punësuar në sektorin publik. Kjo do të ndikon shumë, edhe kena pas reagime plot për shumë bashkëpunëtorëve tonë, të cilët na kanë thirrë, na kanë pyetur se si tash çka duhet bëjmë tash, sepse ishin gëzuar për faktin që kanë me pas tash drejtë me gëzu edhe 50% në pensionit veteranit. Tani që vendimi është marrë, përfaqësues të veteranëve shpresojnë se procesi nuk do të pengohet për arsye politike. Por njohës të proceseve thonë se zbatimi i tij nuk varet më nga vullneti politik. Prandaj nuk ka asnjë, të themi ashtu, mundësi ligjore që këta zyrtarë ti eskivojnë ose ta minjanojnë zbatimin e këtij vendimi, për faktin se edhe Kodi Penal i Kosovës e përcakton shumë qartë që moszbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, siç është ky i Gjykatës Supreme, në vetvete sjell përgjegjësi penale ndaj gjithë atyre zyrtarëve ose atyre personave që janë përgjegjës me ekzekutu këtë vendim gjyqësor. Aktualisht pensionin e veteranit luftëtar e marrin rreth 37.000 persona. Shumë prej tyre besohet se kanë punuar në tregun jo formal pa kontrata, ashtu që të mos e humbnin pensionin. Përfaqësues të veteranëve besojnë se nga formalizimi i punësimit të tyre përmes tatimeve do të përfitojë edhe shteti.